Dje ka qenë përpjekja e 27, nëse s'po gaboj numra se jo mboshëm, për konstituimin e kuvendit Kosovës. Pra, dje ka qenë hera e 27 që mbajt seanca e njëjtë e kuvendit të Kosovës. Zgjidhje nuk ka pas, e kanë mbajt seancën me 24 orëve para Bajramit, mire pat kolegu Arjanit Koci që tha se kur po dojnë mos me dalë në punë, e me festu Bajramin po merren vesh shumë lehtë për mi bo seancat më shpejt, po për gjëra tjera partitë politike nuk po merren vesh. Shoqëria civile është aktivizu ka pak, po nga darë me rrit presionin partitë politike që me konstitu kuvendin, me bo qeverinë e me ndërtu institucionet, por si duket, duke u nisur nga partia më e madhe e cila përpos rezultatit të jashtëzakonshëm që ka marrë në zgjedhjet e fundit, pra dikun 48 deputet, ka edhe një kokëforci të jashtëzakonshme. Për të biseduar për mos konstituimin e institucioneve, kam njëri nga deputetët më aktiv dhe më të zëshëm të kuvendit Kosovës, njëri nga deputetët më të vyshëm televizjes vetëvendosje, ish kolegun Mefajt Bajqenosi. Mefi, faleminderit që je pjesë e vlerësimit të. Përshëndetje Aset, faleminderit për ftesën në emisionin tuaj Knatësi. Tjem. Mefi, kuvend po shkoni, rroga po ecë, vendimes po merren. Çfarë ka ndodhur kështu? Është e vërtet që kemi një pengesë, por ajo pengesë tashmë dihet është edhe vendimi i gjykatës kushtetuese ku thotë se propozimin për kryetarin e kuvendit e bën partia më e madhe e cila i fiton votat në Republikën e Kosovës. Por fatkeqësisht problemi po është që nuk po hasim në mirëkuptim që të kalohet faza e parë e nderuar Astrid dhe të kalojmë në fazën e dytë që do të mund të merremi vesh me atë parti të cilën lëviza vetëvendosje mendon se mund ta ketë një koalicion. Kemi hasë në vesh të shurdhë nga opozita dhe sot ja ku jemi nuk ka reflektim që kandidatin ton, në këtë rast gruan më të votuar në vend Albulena Haxhiu, ta kemi kryetare të kuvendit të Kosovës, pasi që ky nominim na obligon me vendim të gjykatës kushtetuese, ashtu qysh i obligon edhe nën kryetarët e kuvendit që ti propozojnë partia e 2, e 3, e 4. Ambasadori Gjerman, po më duket tajnë të shku drejt thyrjes së rekorde botërore. E keni më shumë qëllimin me thyrje rekorde botërore, çfarë puna kështu? Jo, unë mendoj që rregulloria e kuvendit i nderuar rregulloria e kuvendit e ka bërë të vetën që ne çdo 48 orë se kjo rregullore është bërë në vitin paraprak. E bën në vet. Kjo rregullore është bërë se ju e dini që në kohën e përparme deri në 7 muaj nuk janë konsoliduar kuvendi i Kosovës. Andaj unë mendoj që kjo ardhja çdo 48 orë unë e pajtohem që ndoshta është edhe bezdeshme edhe pajtona për qytetarët, sepse e shohin që nuk po ka progres, por unë mendoj që faja është opozita. Mefi e përmendni që ka pas vënesa deri 7 muaj, kjo ka qenë në 2014 më duket. Po atëherë keni thonë që kjo është shumë keq. A tash si më thonë kur po thu ka pas si vonesa, apo arsyetën vonesën tash vetëm pse jeni në ja, s'pak. Unë nuk sepse është arsyetuar. Fakti që ka qenë dikur, shoqëria është dashur me përparu. Absolutisht, unë nuk e arsyetoj. Problemi është që tash prej vitit 2014 ju e dini që tani e kemi një vendim. Pas atij vendimit të gjykatës kushtetuese, decisivisht tregohet se kujt i takon kryetari i kuvendit. Dhe unë mendoj që prej asaj kohe e deri më sot dihet se kujt i ka taku kryetari i kuvendit dhe nuk e mujt përveç partisë më të madhe në pushtet t'ja delegojsh atë. Dhe ne po kemi Astrid një pengesë, sikurse unë ti them një antarit të PDK-s që unë nuk e pranoj nominimin për antar për nënkryetar të kuvendit Filen Fistiku. Ju e thatë sot, e thatë një deputete ju është qëndrimi i partisë? Jo, unë e thash, një deputete, e tha një deputete që e pranojnë vetëm najt Hasanin, ndërsa PDK-s nuk e pranojnë maskën. Jo, është problemi që unë mendoj që kjo ka qenë, mund ta them figurativisht, se tash a di çka do të thotë Astrid që në kuvend partive t'ja caktojnë kryetarët dhe nënkryetarët. Ja, nënkryetar s'munësh. Jo, po as kryetarët as nënkryetarët. Sepse në pakete kje nënkryetarin tënë. Po, vetëm se edhe pa votuna nuk bëhen. Po ki nënkryetarin tënë. Po, vetëm nuk bëhen. Kryetari i PDK-s me Emri Krasniqin debat plus ta unë i kryj nënkryetar. Ja, po nuk mundet. Nuk mundet se na e kem shumicën. Edhe tash problemi është. Po them çka tha. Po, vetëm se është jo, është nuk ka mundësi sepse ne me vendim të gjykatës kushtetuese është e qartësuar që kryetari i kuvendit i takon
partisë më të madhe në vend. Po, flas për kryetar kuvendit. Edhe në kryetarët nuk mund të bëhen nëse ne nuk i votojmë sepse i kemi, po i kemi shumicën. 4-8, po me. Po jo, nuk janë edhe minoritetet. Ata që janë me neve, po tash Astrid. Minoritete me neve me ata. Jo, shumica janë. Ata po thënë, opozita ai minoritet që janë me neve. Ja, vetëm dy janë. Ja, vetëm dy janë. Vetëm dy janë me opozitën Astrid. Ne e dim nga minoritetet jo sërbë. Jo, vetëm dy nuk po janë me juve. Jo, po te tjerë janë me neve. Dhe ne dim që nuk ka mundësi të zgjidhet nën kryetari kuvendit në asnjë formë. Vetëm dy janë me juve dhe vetëm dy janë me opozitën. Ata tjerë janë elektronë të lira. Janë dy po ne kemi edhe një koalicion me minoritetet jo serbe, ju e dini. Andaj problemi është vetëm për dy. Po, ama nuk mundet se kur unë besoj shumë që nuk do të ketë mundësi që të zgjidhen nën kryetarët pa e vendosur edhe ne votën tonë. Andaj unë mendoj. Kalojmë na kryetarin një herë. Ç'është po bën? Glauko Njufsa? Nga lëvizja vetëvendosur ka thonë që kësaj here institucionet me marru do të më ndërtu koalicione. Pse po arrin lëvizja institucion qendrore, për fshi kryetarin e kuvendit se të vyjnë votat. Po të vyjnë votat. Të vyjnë votat. Apo kupton? Pra, pse s'po arrini me ndërtu koalicion me kërkën? Jo, unë mendoj që ka zhvillime, Astrid, që ju e dini që me parti Nisma ka pas takime. Dhe bisedimet po vazhdojnë, por unë mendoj që kryetari kuvendit është kompetencë ekskluzive partisë por sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Po pajtona, por tash këto rregulla kanë ndryshuar. Ju e dini prej vitit 2015 tek ne kryetari i kuvendit i takon partisë më të madhe në pushtet me vendim të gjykatës kushtetuese. Në rregull është, veç do të mi pas votat. Po mirë dhe, po as për në kryetar që thatë në pako nuk janë votat. Edhe tash, Astrid, si mund të jem, Astrid, se kalojmë një herë hapin e parë, shkojmë në kryetar. Te provojmë mimnin, a ka drejtë që të një bëj. Po pse e thjesht është, pse unë mund me caktu në kryetarin e kuvendit partisë tjetër? Ose pse partitë opozitore mund me caktu kryetarin e kuvendit dikujt? Po ta caktojnë. Jo, po e caktojnë. Po ta caktojnë. Jo, po e thonë, ne po e bëjmë kët, por jo s'po e lejojmë për herë parë në historinë e Kosovës ka partitë politike, domethënë mos harrojmë, kemi qenë në opozitë membri. Mefi, se përziva ngatrova membrin gabimisht, se isha të diskutu me deklarimin e tij. Pra, është ndoshta hera e parë që kemi një parti opozitore e cila thotë se keni qenë edhe vetëvendosja në opozitë. Po. Domethënë se keni votuar kadreve. Po që kanë pas votat dhe pas vitit 2014 kanë ndryshuar vendimin. 2014 po të foli vjen kadreve. Po dhe se kena edhe një vendim tri. Vjen Glauko Njufsa mas 2014. Gjitha mas 2014 po flas. Pra, ti ki dy propozime që kanë ardhur nga Aleanca për Armërinë e Kosovës që ka thonë ta tre persona përfshihesh unë nëse më i ki votat e mia e ki Partinë Demokratike të Kosovës. Partinë Demokratike të Kosovës që votot diç nëse nuk janë ministra ka do të qoftë votoj, ju keni 48 deputet pra. Edhe ju s'keni qenë ministër, i plotson këtë kushtet me kryetar kuvendi. Po e bëm. Pra, pse lëvizja vetëvendosje nuk përshfrytëzon faktin që i ka shumicë serioze deputetëve, pra ka marrë një rezultat jashtëzakonisht mirë për mi ndërtu institucionet, po ngul kom në një personat Bulina. Astrid, a është kjo se si keni pastaj numrat për qeveri? Jo, Astrid, unë mendoj që kryeministri Kurti e ka qartësu shumë thjesht. Voton e kryetarin e kuvendit dhe të shohim a i kemi numra, sepse 15 ditë i kemi afat. 15 ditë, më nuk mundesh me shty. Votoj e kryetarin e kuvendit, nuk i kemi numrat, e ka i dyti. Dhe të shohim a i kemi numrat për qeveri. Kryeministri e ka qartësu shumë thjesht, se aty nuk ka mo që mund... Si mi pas numrat qeveri për qeveri pa pas koalicion? Po mirë dhe, unë e thash... Unë e mendoj që koalicioni do t'jetë momentin e parë që kryetari kuvendit të vendosit. Mes kujt koalicioni? Po unë besoj që tashmë ju e dini që ka pas diskutime me partinë Nisma. Dhe unë besoj shumë që do t'ishte një koalicion me Fatmir Limin pasi që të vendosej për kryetarin e kuvendit. Lima po refuzon, po don vetëm kryetarin e kuvendit. Po unë po e them që kryeministri Kurti e ka bërë të ditur që voton e kryetarin e kuvendit dhe pastaj pas kësaj i kemi 15 ditë afat. Nëse ne nuk e themelojmë e keni ju dytit, por këta nuk i kanë numrat dhe po e pengojnë. Si ka numrat, është shumë e qartë, si keni numrat Astasju, është shumë e qartë. Nuk mundet çdo njeri prej deputetëve të jetë kryetari i kuvendit pa i pas disa kritera. Duhet për shembull, unë mendoj
sikur se zoti Konjusa që ka qenë, sikur se Albulena Haxhiu, e cila është gruaja më votuar në vend dhe ka përvojën më të madhe gruaja më votuar nga lëvizja vendosë, nuk i obligon parti tjera. Po veç, unë po them janë disa kritera astret. Se nuk i obligon Po, pajtona, po janë disa kritere të cilat nëse i ki mbi 100.000 vota në nivel vendi dhe të thuhet për dikë tjetër, unë mendoj që është e gabuar dhe nuk mundet astret partitë opozitare me na caktue kandidatin, sikurse ne që nuk mujmë me caktu kandidatin për në kryetar. Është e gabuar kjo çështje. Le të kalohet faza e parë ku vendi dhe të fillojnë bisedimet për qeverinë e Kosovës. I kemi votat ne, e bëjmë qeverim. Nuk i kemi votat, është partia e dytë. Me kanë dënim me bëj qeverinë. Po mendoj që diskutimet... Sepse veç me nismën me gjasa nuk po mjafton. Ja, mjaftojnë. Besoj që mjaftojnë. Unë po e them me plot siguri kur them që me nismën do të mjaftonin takimit. Dhe me qysh me bin Fatmi Lima e caj pe lyp vetëm kryetarin e kuvendit. Po, unë mendoj... E tha dhe publikisht që e lypi e kërkoj vetëm kryetarin e kuvendit. Ai e tha dhe publikisht që Albin Kurti ka thonë në rregull është, po du me bisedu me partinë. A ka bisedu Albin Kurti me partinë? Jo, unë inderum, unë nuk e di që kam bisedu për çështjen e dhënies së kryetarit të kuvendit, sepse nuk e kam të qartë, por unë mendoj që pas kësaj, unë mendoj që zoti Limaj i kam dëgju disa prononcime të tij, por unë mendoj që do të ishte më shëndetshme dhe më mirë që zoti Limaj në çështjet e qeverisë të jetë partneri i koalicionit qeverisë, sepse për kuvendin e Kosovës mendoj që me 3 deputet nuk mund të jetë kryetari i kuvendit. Mendoj që është pak pozicion shumë i lartë që të jetë një parti shumë e vogël ta ketë kryetar në kuvend. A përshfryzon Limaj ato që ka pas bo Bezet Paculli më herët? Domethënë me 3 deputet me marrë kryetar kuvendit, ai ka pas marrë 5 ministri, po më duket asaj sa. Po, a përshfryzon këtë rastin shumë? Se na pajtona pak me ty, a din që unë nuk mund të them apo e shfrytëzon, por një po e shoh që ajo ka nxon kryt. Unë një po e shoh që ne pas kërkesës me Lidhjen Demokratike të Kosovës që e din që nuk e kanë miratuar takimin që të jem në koalicion 2 herë, unë mendoj që e shëndetshme do të ishte që zoti Lima të jetë në qeverisje, por kryetari i kuvendit unë mendoj që na takon neve. Kjo pozitë është me vendim të gjykatës kushtetuese dhe do të ishte mirë që kjo të tejkalohet dhe ta kemi koalicionin qeverisës në të ardhmen. Por ja që jemi këtu ku jemi. Mefa, keni qenë serioz në ofertën ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po mendoj që oferta... Sepse patët vetëm një letër publike, me nismen asnjë ftesë publike, se patët takime. Unë mendoj, zoti Astret, që me vetë faktin që kemi kërkesa të tilla për takim, unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është treguar e sinqertë dhe nuk është treguar korrekte që mas pari s'ka pranu të takohet. Ne po flasëm për mos takim, e nuk po flasëm më për çështje të ofertës. Unë mendoj që në ofertë unë besoj që zoti Kurti do të ishte shumë serioz dhe korrekt, por fatkeqësisht LDK-ja nuk është e interesuar dhe po e bllokon çdo gjë. Sipas teje, çka kishit pas me i ofru LDK-s? Po mendoj që koalicioni. S'po them për qendrimet vendosë, bazi ato që i di ti. Unë mendoj që unë besoj që pushteti ashtu në bazë numrave astrit edhe do të ndahej. Edhe interesi i lëvizjes vetëvendosje është që ta kemi një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse ka qenë, është edhe natyrshme, edhe kemi parafërsisht e kemi pas edhe një lloj kërkese edhe elektorale, sepse na kemi edhe një elektorat i cili na thotë që ne nuk bën të jemi me PDK-n. Po duhet me LDK-n. Ne kemi pas takime në për qytete të ndryshme ku na kanë thonë vetë elektorati që ju duhet të keni koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës e jo me PDK-n. Andaj edhe kjo kërkesë ka qenë edhe nga elektorati i LDK-s, por ja që menaxhmenti i LDK-s nuk po pranon. Është fol mef që vetëvendosja afron kryetarin e kuvendit, presidentin e Kosovës dhe gjysmën e qeverisë. A ka të vërteta? Aset, unë mësë pari nuk kemi pas kontakt fare me LDK-n, sepse nuk ka pranu. Po që keni shu fjallë? Edhe ofertën e keni shu? Po tash, unë nuk e di, unë e kam fjallën që personalisht nuk e di dhe nuk mund të them po ose ju, ose ta komentoj, po një e di, që do të ishte një koalicion shumë i mirë dhe do të ishte një koalicion i cili do të mund të funksiononte edhe të zgjidhen shumë proceset më në Kosovë. Apo flasim për të njëjtën LDK, për të cilën gjatë muajit shkurt ose në fund të janarit gjatë fushatës zgjedhore, kryetari i VV-s tha, herën e kaluar e kena zgat 1 muaj, na ka zgat me LDK 1 muaj,
sot kësaj here me bo më hi me ta nuk na zgat ma shumë se një javë. Për një javë pse mi u shtin koalicion me. Bënë një koalicion që zgat ma shumë. Po unë asrit mendoj që deklarata kemi pas gjatë fushatës të ndryshme. Edhe nuk bën, edhe nuk unë mendoj që partia më e madhe. Edhe ata kam pas deklarata elektorale të cilat unë mendoj që tash kur kryhen zgjedhjet ti e sheh se ku e ki numrin. Na kemi ofru koalicion, kemi ofru me LDK-n që të kemi në qeveri, por ja që nuk i kemi. E dyta, Astret, unë nuk besoj që disa deklarata janë macë që LDK-ja duhet refuzej. Jo e dini që... Jo, s'po thëmë për refuzimin e LDK-s. Unë po pës, qysh me boj ju atë qeveri që nuk zgot, që së zbesoni që zgot ma shumë se një javë. Ajo ishte deklaratë e cila Zoti Kurti tregonte se çka na bëri LDK-ja gjatë qeverisë së parë. Andaj unë mendoj që tash i kemi veç 48 numra dhe ne kishim nevojë për Lindjen Demokratike të Kosovës. Dhe u dasht që të kërkojmë koalicion me ta. Por ndryshe, ju e dini që LDK-ja, Zoti Gashi, e ka akuzuar të PDK-n për vrasje politike dhe në fund ka hyrë në koalicion. Çka ka të keqe të jetë LDK-ja me lëvizjen vetëvendosje në koalicion? Nëse ka pas... Nështë pse veç një muj ju ka zgat para 4 vjete. Po me fajin e kujt. Do nësë, po në... S'ka rësi me fajin e kujt, jo e dini që në arzun. faji është jetim. Në arzun... Pelojmë jetim. Po jo, në e dim që Zoti Veliu me Zoti Mustafën në arzuan gjatë fushat, gjatë pandemisë. Dhe bënë qeverisje çfarë ishte me Zotin Hoti. Por unë mendoj që kur ka pas akuza aq të rënda të LDK-s për PDK-n dhe 17 vjet kanë qeverisë bashkë, unë nuk besoj që kemi pas... Po veç ja kanë marrë kryeministrin. Po pse s'ka pranu... Ja kanë marrë kryeministrin. Veç pak. Ndoshta më ofru kryeministrin... Vetëm Zoti Gashi, po pse s'ka pranu hiç me u taku me Zotin Kurti? Kjo pyetje duhet... po është mirë me thonë se ti ke kërku, është dashur të pranoj. I kemi pyet, kanë thonë s'kemi pse me i taku, sepse i kemi thonë elektoratit që nuk him koalicion me ta. Po tash do të thotë Lidhja Demokratike nuk ka interes fare të qeverisë me neve. As nuk ka kërku këtë pozicion, as këtë, por e ka refuzu. Ai është dashur të takohet dhe ti thot ato gjërat të cilat i ka, por e kemi... Se me s'po takoni me AK-n, ose me PDK-n, ose me dyjat. Pse se me thonë, ma letë bu taku me Fatmin Limajn se me Ramushin ose me PDK-n. Kur janë bati se një... Unë mendoj që me PDK nuk duhet të kemi koalicion, sepse unë mendoj që kjo parti duhet jetë në opozit edhe për disa vjetë, sepse mendoj që ka qeverisë bollë dhe ne kemi edhe një lloj kërkese edhe nga elektorati që me PDK-n nuk duhet jemi në koalicion. Sepse ju e dini që PDK-ja ja dim historinë qeverise për 15 vjetë dhe unë mendoj që me PDK-ja duhet jetë në opozit edhe për disa vjetë. Ato që tha... Të reformohet edhe mos të janë shumë njerëz që mu bo ma shumë, e ka ndru kryetarin, e ka ndru një pjesë unë më të mendoj kryesisë. që nuk janë, unë mendoj që ende pyetën njerëz, por unë mendoj që ne kemi kërkesë ne kemi kërkesë që mos jemi me PDK-n. Keni kërkesë nga elektorati. Edhe po. Dhe në asnjë kusht do t'jeni edhe me kushtin që s'do të ketë ndërtim të institucioneve, sepse nëse LDK-ja nuk është. Po kupton, LDK-ja nuk është, s'po don. Për arsyet që i kanë ata. Dhe ka met ndërtimi institucionin në dorën, duart e ndërtimit një koalicioni me LDK-n, me PDK-n, me ZVV-s dhe PDK-s. Pse është kaq e pamundshme me këtë? Jo, unë nuk thash e pamundshme, po unë mendoj që është vendim edhe është e keni dëgju kryeministrin Kurti i cili thotë, jo, ai ka thonë që kam dëgju, po. Nuk do të ketë koalicion me PDK-n dhe unë mendoj që nuk do të ketë sepse ne kemi mendu dhe kemi analizu mirë edhe elektoratin edhe gjithçka, mendoj që PDK-ja duhet jetë në opozitë për një kohë. Pse s'pe drejtoni Ramush Haradinaj, ka 5 vota. Ma shumë se Fatmiri. Po, por unë mendoj që a është kjo mendimi është ne kemi drejtu kërkesën LDK-s. Pastaj ka pas takime, pastaj kemi pas takime edhe me Nismën. Ka pas takime me Zotin Lima dhe unë besoj që do të ishte e mirë që të kalohet Zoti Gashi çështja kryetarit të kuvendit dhe unë mendoj që pastaj të diskutohet për çështjen e qeverisjes me Zotin Lima. Pse s'pe bëni Limajn kryetar të kuvendit me fi?
Po unë... Se s'do ka ndonjë problem për kryetarin e kuvendit? Jo, unë mendoj që... Ai s'po don kur të në qeverinë, keni qeverinë veç ju me Unë partnerët mendoj, ju. e thash edhe një herë në fillim që unë Do mendoj... pse është që kaq e pa bëshme? Se nuk është pyetja 3 deputet. Pse është kaq e pa bëshme? Ka një arsye shtesë. Jo, unë mendoj që... Që lidhet me emrin e Limajt. Jo, unë mendoj që, e thash edhe në fillim që kryetari i kuvendit i takon partisë më të madhe. Në këtë rast ne kemi plotësuar të gjitha kushtet dhe vendimi i gjykatës kushtetuese I takon me propozu, që i bjen ata mund të propozuar dikon dhe ka propozuar Osmani. Po ne propozojmë në këtë rast Albulena Axhiun gruan më të votuar. Dhe unë besoj që zoti Limaj do të ishte mirë se ta. Po shkon e MEF 27 herë takutë, s'po bëni propozoni, vazhdojmë me propozimin e ditën. Besoj që do të ketë refleksion. Unë besoj që unë e thash që rregulloria e kuvendit pak e ka bërë të bezdeshme, e thash edhe një herë. Sepse njerëzit përpara qeverit kanë prit deri në 7 muaj astet. Po kjo rregull. Pajtona që nuk e mirë. Ne veç u mlu, u konë mlu me 98. Pajtona, por unë besoj që nuk do të pritet 7 muaj. Unë jam i bindur që nuk do të kemë. Unë besoj që verës do ta kemi një koalicion. Apo shë koalicion as zgjedhje? Unë besoj koalicion. Ma ofër. Unë besoj koalicion. Unë besoj që do të bëhet kryetari i kuvendit, do të vendoset për Albulena Axhiun dhe do të kalojmë në fazën e dytë. Vetëm me nismën dhe minoritetet. Besoj që. Duke i mrri gjartë e 2 deputet. Çfarë? E bisedu më herët me 65 deputet s'më mi kalu një ligjet me. Pajtohem. Qysh dëni mi a bom me këto? Pajtohem që do t'jetë e përkohshme kjo. Po tash ju e dini që neve na ka votu popull edhe kemi marrë 40 deputet dhe do duheni me ndërtu institucionin. Pikërisht, e tash ne a do të shkoj deri në janar, anë shkurt, siç e tha edhe ti, sepse pastaj kemi presidenten, aty varet prej partive politike. A do të ketë mendoni me zgjedhje që është në presidentës Pefi? Po unë besoj që do ta në fund të këtij viti ju e dini që pastaj jo më domosdoshmë duhet me shku në zgjedhje për shkak për presidentin. Në fakt zgjedhja e presidentit se ka qenë Kosovën kur zgjedhja desat. Tash aset ende jo domosdoshmë duhet me shku në zgjedhje për çështjen e presidentit. Po tash varet prej partive politike në këtë rast. Pozit, në këtë rast prej lëvizjes vetëvendose dhe partive opozitare ku a do të akordohen për emrat e caktuar, këto nuk e dim sepse edhe ka kohë edhe një 7 muaj astet për këtë çështje. Po më thonë që në takimet me presidentja ma shumë se me bisedu një parti politike, ma shumë se me bisedu për këtë ngërçin, ka bisedu për mundësi që të bëhet ajo presidente, edhe me partitë opozitare. Tash po du me të pyet MEF, VV-ja koalicioni i VV-s, VV, Guxo dhe Alternativa, a ka vot prap për presidenten Osmani? Astrid, nuk mund të them asgjë. Sepse ka informata që jo. Nuk e di, e para veç mund të jemi pasinqert me ty dhe me publikun tuaj, dhe unë mendoj që nuk e di se si do të vendoset në muajin janar apo shkurt për çështjen e presidentit. A do të jetë për këtë aktual që e kemi, apo do të ketë diçka tjetër, apo do të shkojmë edhe në zgjedhjes. Po. Tash nuk mund të them tash mund të jemi pasinqert me ju me thonë, jo e di, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë këtë. Nuk e di. Po zor me di, po me bo opozita me votu, për shembull, çka kishit bërë? Do të jetë vendimet të partisë të Këshillit Përgjithshëm dhe të besoj do të kemi brenda kryesisë do të ketë një diskutim dhe do të merret një vendim. Nuk mund të them as po as jo. Ka analiza brenda shoqërisë civile që janë deklaruar edhe publikisht, synimi i lëvizjes së vendosjes është që ta zgjatë këtë ngërçi ndërtimin e institucioneve në mënyrë që të ndërtoj momentumin që të shkohet në të njëjtën kohë diku në tetor në zgjedhje lokale dhe nacionale. Apo këshoni me bë këtë punë? Jo, nuk mundet me bë, sepse nuk mundna pa opozitën. Është e pamundshme. Numerikisht është e pamundshme. Nëse nuk don opozita, nuk mundesh me shkuar në zgjedhje. Pa konstituent të kështu që kjo është e pavërtet nga shoqëria civile sepse nuk mundesh me shkuar në zgjedhje pa konstituimin e kuvendit. E dyta prap e kemi një shumicë ku nuk mund të themi që mund të merret vendimin janë. Po. Nuk mund të themi që ne e kemi këtë mendim për shkuar në zgjedhje të përbashkëta. Jo, absolut. Mefi. Tash e shfryzova këto për me dalë të çështja e zgjedhjeve lokale, ato i kena më afërt, se di çfarë bëhet, bëva ki më herët na vinë në par nacionale, po çka e di me kalendar, besojmë që diku në tetor do të marrë zgjedhje lokale. Nuk e qenë 10 që as të 20 që e poshtë të kandidatëve të deputet, ke qenë më poshtë, po ke dalë shumë i votuar. Domethënë diku ke dalë 13-14 më duket votuar. Gjithashtu ke dalë shumë i votuar në Prishtinë, ku rreth 11.000.
Për pos kësaj kemi pa që ke pas aktivitet në raport me qeverisjen e Prishtinës dhe menaxhimin e Prishtinës gjatë 2-3 viteve tashme. Shumë kush këtë ka pas si një lloj kandidature tënde për kryetar të Prishtinës nga lëvizja vetëvendosje. A je ti u bë kandidat për Prishtinën i lëvizjes vetëvendosje? Unë është e vërtet këtë që thatë që i kam 10.000 vota në kryeqytet, edhe është e vërtet që jam një prej 14-15 deputetëve më të votuar në lëvizjen vetëvendosje, po edhe kam punu shumë për Prishtinë që t'jem kritik ndaj këtë qeverisës e përpara Ramës ku e kam buluar me mbeturinë dhe me gjëra të ndryshme. Nëse partia, po në këtë rast lideri dhe kryesia vendos që mund t'i plotësoj kriteret që t'jem kandidat për Prishtinë, po me kënaqësi do ta pranoja. Pra, çfarë mund të më thonë është që ti je i gatshëm me kandidu për kryetar të Prishtinës? Po. Dhe ki interes? Po. Dhe ki interes. Dhe çush janë dhonat mbartime? Po jo, ato tash... Tash si me dhona e ka nisë mu diskutu kjo po? Jo, une ende nuk sepse dim se ne... gjithë të presim, këtë qas për djetë të kandidatura e VV-s. Une mendoj që këto janë çështje ku kryesia i vendos dhe i vendos për kandidat këdo që e vendosim ne... A është duke u bërë diskutim? Ende ju. A duke bërë diskutim? Ende ju. Nuk kam informacion që është duke u diskutu, por e thash edhe njerë për shkak të aktivitetit pasi kërkuat përgjigje direkte, po do t'isha e gatshëm nëse me kërkuat që të punojnë për këtë çështje. Është përmend Glauko Njufca, është përmend Hajrullah Qeku, është përmend Ilir Kërqeli, është përmend disa emra. Po. Ka shumë emra në Prishtinë, edhe të shohim tash se kryesia e cila mendon më së miri se kush mund të ketë impakt që ta fitoj Prishtinën do të vendoset së bashku me liderin tonë. A mendon nef që kishte fitu Prishtinën? Pa i besoj që me këtë... Dhe qysh, kështu, si me thonë pak qysh. Unë mendoj nuk isha hinë detaje, jo tash sepse mendoj që ende është, unë besoj që ky kryetar, unë mendoj që ka dështuar në gjitha sferat. Ka me pyet edhe për qeverisjen e Prishtinës. Po, unë mendoj që ky kandidat ka dështuar në gjitha sferat. Ju po e shihni luftën mes LDK-s e PDK-s për çështjen sparit të mbeturinave. Qyteti po kundërmon për shkak të luftës politike brenda LDK-PDK që e kontrollojnë kompaninë pastrimi. Kush e kontrollon? Po, është bordi është i Partisë Demokratike, lufta është me përparim Ramën, rrëzimi nga qeverisja, edhe kjo lufta e brendshme punëtorët, të cilët protestojnë, punëtorët e shkretë kanë mbet pa paga dhe qyteti ka mbet në mshirën e askujt. Dhe kemi edhe shumë projekte të cilat ju e dini se me çfarë pompoziteti ka ardhe, ju e dini që sot prej Bregu Dillit deri në tek Xhamia Llapit bën 1 orë e 15 minuta me shku me automjet. Mos flasim për çështje tjera stret që ju e dini këtu ka thonë që do të bëj mrekullira dhe sot e kemi një Prishtinë të ngulfatur prej betoni dhe asgjë tjetër. Mef, ti po thu s'ka bo kur gjë, ata po më thonë s'po mlojnë me bo. Do më thonë nëse dalim si shtetari thjesht i Prishtinës, pa e ditë çka po ndodh, nëse dalë me kështu këtë ku e ka nisë punën, ki ka një shaj ndalohet puna. Po, përparim Rama po thotë që lëvizja vetëvendosje, ministri Hajrullah Qeku, po s'po më lën me punu. Këtë po thotë kryetari i LDK-s, po Lumir Abdixhiku. Kështu që tash dështimin 4 vjeçar po tenton përmes 2 projekte të palishme të cilat nuk ka kërku leje që ta bëj shumë të madhe në Prishtinë që ja po më pengojnë. Po thu që sheshi, tregëma Prishtinën komplet e cila e ka mbi 300.000 banorë, çka ka bo? Një shesh e ke që po thua edhe atë nuk ka kërku leje që është e palishme fillimi i saj i punimeve pa kërku nga trashëgimia kulturore. Sheshe këtë platformën nga Arbëria. 2 projekte të cilat po e zonë. Prishtina është... Kjo këto nuk është leju më hapë fare kjo... Ja, këto është problematika astrit. Të cilë keni pas, pesh për ndahmetit e keni pas. Po, problematika është astrit për shkak se këto dihet që është xhamia më e vjetër në Kosovë. Unë po e them, ka dështu në shërbime, ka dështu në blokadë të komunikacionit. Nuk e ka pengu asnjë qeveri përparim Ramën që ta bëj kaosin në trafik. Unë po e them, nuk ka qytetari Prishtinës, shoqëri civile, gazetare, politikanë që nuk është i tmerruar me
trafikut. Trafikun e nga problem serios. Me mbeturina nuk ka qytetari cili nuk është i tmerruar. Pa ja bën PDK-ja këtë problem. Jo, këta e kanë të përbashkët këtë. Dhe tash, kretë këto, luftën qytetari për paguan, luftën e tyre të brendshme. Dhe ju e dini që dje është marrë një vendim nga Gjykata Supreme ku ja rrëzën përparim Ramës vendimin për pagesën e mbeturinave dhe që duhet pastrimi ta ketë përgjegjësi, sepse ky s'di sa milion euro i ka dhënë për me pastru qytetin operatorëve privat. Kush ç'është një apo kësaj pune? Unë mendoj që ky ka ardhur aksidentalisht dhe askush se ka di dhe ju e dini se si është zgjedhur kur janë bërë gjitha partitë kundër lëvizjes vetëvendose dhe ju e dini që zoti Vitia ka qenë kandidati kryesor dhe janë bërë gjitha partitë politike dhe na luftun dhe ka qenë propagandë shumë e madhe e LDK-s. E pasa luftë brendshme ka pak. Jo, të brendshme unë nuk mendoj, unë mendoj që propaganda ka qenë kundër zotit Vitia aq e madhe sa që ju e dini në çfarë forme brutale dhe të vrasht ka qenë ndaj tij dhe e kemi humbur Prishtinën me 1000 vota duke u bërë gjithë bashkë kundër neve. Dhe unë besoj që këtë herë qytetari i Prishtinës më nuk do ta merr parasysh këtë duke e ditë se çka ka bërë përparim Roma për 4 vjet në kryeqytet përpas bërllogut, kaosit në trafik dhe kaos në gjitha gjërat. A do t'i bëjë MEF gjithë bashkë kundër përparim Ramës tash? Unë besoj që kushdo që del nga lëvizja. Sepse fitoria e Prishtinës pa ballotazh është goxha vështirë. Unë besoj që kushdo që del nga lëvizja vetëvendose tash, unë besoj që kandidati më i miri i mundshëm që do ta vendosë kryesia dhe kryetari i lëvizjes, unë besoj që përparim Ramën do ta mund në çdo formë. Po thu pa ballotazh. Unë besoj që pa ballotazh. Unë mendoj që Prishtina është e lodhur. Kudo që futesh, unë kam kontakt me njerëz në gjitha lagjet e qytetit prej mëngjesit deri në mëngjes dhe e di çka mendoj për të. Nuk e them për naivitet që thuash se po i bëm marketing për veti, por nuk ka njëri që është i kënaqur me përparim Ramën. Këtë nuk e kam pa deri më sot. Kur ka me vendos, a ka na e fat kur lëvizja vendosë ka me vendos besoj që këtë muaj kandidatë. Besoj që këtë muaj edhe do dihen të gjithë kandidatë, besoj që edhe nga lëvizja. Këtë muaj qershor. Besoj që po. Po. Kur pet më shpall zgjedhjet? Në çfarë date? Presidentja vendos dhe cili ka qenë kërkesa e VV-s propozimi? Nuk ka pas, nëse di unë, nuk ka pas kërkesë. Jo, nuk ka pas kërkesë eksplicite, por vetëm të caktuar data. Dhe këtë vendos presidenti. I merr vesh nga gjitha partitë fund të merr një vendim. Çfarë do me bëj lëvizja vetëvendosje? Herën e kaluar e keni pas kur Kosovën në zgjedhjet nacionale, po pësuat një fiasko total në zgjedhjet lokale. A ka është ty dashme ndrru diçka LDK-ja vetëvendosja në garën për zgjedhjet lokale, me kandidatura, me gjëra të tjera. A ka ndonjë plan të ri? Besoj po. Unë besoj që lëvizja vetëvendosje do të del me kandidat në ato komuna ku nuk i kemi fituar, e që janë shumë. Natyrisht, shumica. Edhe unë besoj që i bindur jam që do t'i kemi shumicën e qyteteve të mëdha do t'jenë lëvizja vetëvendosje do t'i ketë qytetet e fituara. Guxo do të kandidoj bashkë me juve apo do shkoj me kandidaturat veta, ka një marrëveshje ende? Nuk e di as atë. Veç muj me. Nuk ka ende një marrëveshje. Nuk di se nuk kam bisedu që ta di relacionin brenda për në aspektin e nivelit lokal. Dhe Mefi, a ka për pyetja e fundit është realisht, po duhet të pyet. Pra, qa po thot Lidhja Demokratike dhe përparim Rama, dhe këtë si duket do t'a bëjnë, si me thonë një moto të fushatës, është që jam ka pengona nga gjithë. Pra, një nga PDK-ja... Me PDK-n ka bashkë qeverisë. Dhe jam prish keq. O ka bashkë qeverisë, dhe i ka fitu zgjedhjet me. Nga Albin Kurti përmes Ministrisë... Nuk është duke u pengu, po për shkeligjit. A ka mi pas sukses kjo? Jo, unë mendoj që kjo është viktimizim, tendencë për viktimizim, krejt fushatën përparim Rama, unë besoj që do ta ketë duke u viktimizu, duke thënë nuk më lanë. A 4 vjet ju e dinë se nuk ka bazë për Prishtinë. Tash për 2 projekte të cilat ka shkel ligjin dhe nuk e ka pyet Institutin për Trashëgimi Kulturore, për ato 2 projekte do të tentoj që bëj filma duke thënë që mu nuk më lanë. Prishtina është e madhe. Prishtina ka mbi 300.000 banor, urnak, tregom, cilën lagje ke përfunduar çka. A ka bona e sen përparim Rama? Unë deri më sot. Ti po thos ka prek kërkun kurrë. Unë mendoj. Na po i shohim që dika do rrugë poshtrohen do gjallë. Unë mendoj që po flas për duke filluar prej lagjes time e deri në lagje të tjera në Arbri, Kodra Trima, Kolovic, Tasligje dhe shumë lagje tjera të Prishtinës qytet, merresh qytetin, shikoje nëse ka ndonjë ndryshim, ma thuaj, nuk ka asnjë ndryshim fare, hiç fare. Vetëm dallimi është që e kanë mbuluar mbeturinat dhe kaosin e trafik, i kanë mbyll rrugët arteret kryesore të qytetit, duke mos i hapur tjera.
A ka korupcion qeverisë të Prishtinës? Se pisho gjitha akuza, po s'po shoh akuza për Unë korupcion. mendoj që kemi pas afera të ndryshme ku janë bërë publike dhe me dokumente dhe është shumë interesant që prokuria nuk ka marrë asnjë hap apo policia që të hetohet dikush apo të arrestohet dikush. Kemi pas afera të mëdha ku janë dhënë të ndera shokëve, miqve, familjarëve nga komuna e Prishtinës. Mefi, faleminderit shumë. Shpresoj që keni më ndërtuar institucionet dhe shpresoj që do të deni me kandidaturën pse ju për kryetar të Prishtinës. Aset faleminderit për intervistën, kënaqësi të jem në emisionin ju, këdo që lëvizja vetëvendose do ta propozoj në për gjitha qytetet përfshi dhe Prishtinën, unë besoj shumë që do ta kemi fitoren e sigurt. Fakt, edhe një pyetje mos harroj. Falni. Mefi, në pat akuza për korupcion në Prishtinë, por ka akuza për korupcion ndaj lëvizjes vetëvendosje në nivel nacional. Pra, problemet me energji, blerja e energjisë, NOA dhe Geni, si dhe akuza ndaj Ministrisë të Bujqësisë, hetimet ndaj Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e tjera, pra nuk është që është për një shenjë dritë plot qeverisja vetëvendosje. Kështu. Si po i shati këto? Unë po besoj, po du me dhoni një mendim kështu që e njoh fushën këtë fushë sepse e njoh fushën me dosh me jap sinqerisht mendimin e jap. Unë mendoj kështu, është bërë shumë zhurmë. Për mendimin jashtë partisë. Unë po e them një mendim. Është bërë shumë zhurmë për çështjen e Ministrisë së Tregtisë, por unë besoj shumë Astrid që me pas diçka konkrete për Rozeta Hajdarin, moti do të ishte arrestuar. Po ky ministri s'po shkon është i vetmi ky ministër që nuk po shkon me dëgjom, ajo është temë tjetër. Unë po flas po do të kishte ndonjë dyshim për keshpërdorim të detyrës zyrtare, unë besoj që do të futeshim burg. Andaj, duke di që i kemi dorëzuar mbi 300 lëndë për korrupsion, për keshpërdorim. Pasi ministri s'u fut në burg Kosovë 20 vjet. Po jo, për shembull e kem dënuar një ministër. Se kem realisht me të fuqit plot. Po, veç e kem të dënuar për shkollën e parë, zoti pa lekaj. Ndërsa këtu tek ne ndiqem mund të ketë ndonjë problem me procedurë. Por unë ju garantoj që për keshpërdorim detyrës zyrtare asnjë ministër i qeverisë Kurti nuk është hetuar. Tjetër është problemet me procedurë, po ashtu keshpërdorimi i detyrës zyrtare. Jo, keshpërdorim unë nuk besoj se ti e ke përcjell. Po, veç unë mendoj që nuk besoj që ka ministër në qeverinë Kurti që ka keshpërdorur detyrën zyrtare, por është shumë hapur Astrid që tendenca të hetohen ministrat e Kurtit dhe të dukemi që kemi bërë keshpërdorime shumë e mëdha nga Po dënoni ministër që është i Kurtit, apo? Po, veç na po flasim. Se ka pasur më herët. Po, vetëm na po flasim për 50 milion. E për shembull këtu në për këtu. Do të hin xhep, që vjen 50 milion. Jo, s'tashin hin xhep. Po në mënyrë të paligjshme ju kanë dhënë kompanisë. Sepse s'po e broj, s'po i bëj krahasimin, po unë mendoj që krejt kjo hajk po bëhet që të dëmtohet qeverisja Kurti nga prokuria shtetit që të dukemi që edhe këta e njëjtë si këta tjerë. Asgjë më shumë. Ramush Haradinaj debat se përmend që nëse vazhdon kjo, posaçërisht kritikat, sulmet që i bën lëvizja vetëvendosje ndaj drejtësisë, ndërkombëtarët kanë me imponu një spak. Lumir Abdexhikut nesër më tha kena me bë spakun. Pra apo do ty që jena aty për punën, më na marr punën dorë ndërkombëtar. Se nuk e votuan spakun në kuvend. Pse nuk e votun këta njerëz? Me na folë Ramushi. Sepse thanë këta që po dëni me bë, jo spak, po dëni me bë një organ televizës vetëvendosje. Po tash që Astrid, unë ju tha dhe komisioni. Mendoj që Astrid opozita. Po jo me ty nuk e kam, lutem. Opozita me na folë Ramushi për korrupsion është premja hajgore. Po edhe PDK-ja me na folë. Po thash, po e dini çfarë afera ka pas qeverisjen e tyre. Po mundet me thënë afera që në qeverisjen. Ramushi e ka ministrin e dënuar në shkollën e parë. Mundi me pas edhe jo, çfarë do të thonë kur ti bëj? Nuk e kemi. Nëse ju bëhet. Po nuk e kemi. Po çka thoni nëse ju bëhet? Po nuk e kemi Astrid. Me po kujdes, se jeta e gjatë. Okej, Mefi, faleminderit shumë. Domethënë ti po thu s'ka shanca për spak. Unë mendoj jo s'ka shanca, unë mendoj që ne kemi qenë shumë të interesuar ta bëjmë. Dhe po kjo opozitë e cila i ka pas me qindra afera, unë besoj që këtë pasuri që e kanë enorme, unë besoj që ai spak do të duhej t'i hetonte, por këta nuk deshten as në kuvendin e Kosovës ta votonin. Mefi, faleminderit, s'po do që ka të varfër në skenën politike të Kosovës. Ndoshta kjo mirë, se vjen niveli i vazhdimit. Jo, unë mendoj që ka. Do të flas për ty as për kërkon. Faleminderit as shumë. Hajde, faleminderit.